Fillova që të jetoj një jetë të dyfisht. Në njërën anë gruaja ime që më donte pa kushte, në anën tjetër motra e saj. Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi me historinë e radhës, një histori që do t'ju lërë të gjithëve pa fjalë. Tradhtit ndonjëherë nuk bëhen nga njerëzit që ne i takojmë rastësisht në jetë, nga njerëz që ndoshta përditshmëria na lidh më pak. Por tradhtit bëhen pikërisht nga ato njerëz që ne me to ndajmë krevatin, ne me to lidhim besimin, ne me to ndajmë jetën. Dhe rrëfimin sot ma ka sjell një burr i martuar, i cili ndan krevatin me motrën e gruas së tij. Dëgjoni rrëfimin deri në fund. Nuk e di nga t'ja nis. Ndoshta nga dita kur e pash për herë të parë gruan time. Ishte e qeshur, e pastër, me një zemër që dukej sikur nuk njihte të keq në asnjë mënyrë. U dashurova më një herë. Ajo ishte gjithçka që kisha kërkuar unë ndonjëherë. Dhe për vite me radhë, mendova se realisht isha njeriu më me fat në botë. U martuam shumë shpejt. Nuk kishim shumë para, por kishim dashurinë. Ajo më priste çdo ditë në shtëpi, më përqafonte sapo unë e hapja derën. Kishte një mënyrë të veçantë të parë në sy, sikur unë isha e gjithë bota e saj dhe unë betohesha se do ta mbroja edhe do ta doja gruan time për gjithmonë. Por jeta nuk është gjithmonë si në fillim. Me kalimin e viteve, diçka filloi të ndryshonte brenda meje. Nuk ishte se e doja më pak, përkundrazi, e doja ende, por rutina, lodhja, hallet, më bën që unë të filloja dhe të ndjesha bosh. Fillova të mbyllesha në vete, të flisja më pak, të rija më shumë në heshtje, dhe aty ndodhi gabimi im më i madh. Gabimi që ndoshta nuk do t'ja fal vetes. Motra e saj filloi që të vinte shpesh në shtëpinë tonë. Ishte jashtëzakonisht ndryshe nga gruaja ime. Më e guximshme, më e drejtë për drejtë, më provokuese. Në fillim unë nuk e vura re këtë gjë. Ose ndoshta unë nuk doja ta vija re. Por një ditë, teksa gruaja ime ishte në punë, ajo erdhi e vetme. Filluam që të flisnim së bashku. Biseda u bë më personale, më e thellë. Ajo më pyeti gjëra që askush më parë nuk mi kishte pyetur. Më pa në sy ndryshe dhe unë me thënë të drejtën në fillim u largova. Ajo që ndodhi atë ditë nuk ishte dashuri, ishte dobësi. Ishte një moment ku harova kush isha dhe çfarë realisht kisha ndërtuar. Por momentet u kthyen në ditë. E ditët në të vërtetë u kthyen në muaj. Fillova që të jetoj një jetë të dyfisht. Në njërën anë gruaja ime që më donte pa kushte, në anën tjetër motra e saj, që më mbante të lidhur me një ndjenjë krejtësisht të çuditshme, mes dëshirës edhe fajit. Ka net që në të vërtetë nuk fle. Shikoj gruan time teksa fle pranë meje, e qetë pa ditur asnjë gjë.
dhe zemra mua më qahet komplet. Më duket sikur jam njeriu më i poshtër në këtë botë që bëra këtë veprim. Ajo më flet për besimin, më flet për familjen, për të ardhmen tonë. Edhe unë vetëm e shikoj duke u djegur nga brënda. Ka momente kur dua të ndalem, të shkoj dhe t'i them të vërtetën. Të kërkoj falje edhe pse e di që nuk ka falje për këtë, por pastaj më krap frika. Frika se unë gruan time do ta humbas për gjithmonë. Dhe ndoshta kjo është ajo që më dhëmb më së shumti. Sepse pavarësisht gjithçkaje, unë ende e dua gruan time. Po jam dashuruar në mënyrën time të smur, edhe me motrën e saj. Por ajo që ndjej për gruan time është ndryshe. Është më e thellë, më e pastër, edhe pikërisht për këtë arsye më vret më shumë ajo që unë po bëj. Ndonjëherë ndjem si i ndarë në dy pjesë. Një pjesë që do që të bëj gjën e duhur, dhe një tjetër që vazhdon të bjerë në të njëjtin gabim. E di që kjo nuk mund të zgjasë për gjithmonë, e di që një ditë e vërteta do të dalë, dhe atë ditë ndoshta unë do të humbas gjithçka, familjen, gruan time, nderin tim. Dhe ndoshta atëherë do ta kuptoj plotësisht se çfarë unë në të vërtetë kam bërë. Por sot jam ende këtu, duke jetuar këtë sekret që më djeg çdo ditë. Duke buzëqeshur përpara saj, ndërsa brenda meje po shkatërohem. Ky është rrëfimi im, një histori jo për dashurim, por për dobësinë. Një histori që nuk ka hero, vetëm një njeri që bëri gabimin më të madh të jetës së tij, edhe tani po paguan çmimin çdo ditë në heshtje. Unë mendoj që Zoti është falës. Edhe ai do të falë këtë mëkat tënd në qoftë se ti pendohesh në të vërtetë. Unë besoj që në këtë univers ne nuk do t'ikim në qoftë se ne me gojën tonë nuk i themi të gjitha ato të vërteta që i mbajmë të fshehura në shpirt kundërdrejt një njeriu që ka qenë jashtëzakonisht i sinqert me ne. Zoti nuk bën padrejtësi, por Zoti di të falë. Di të falë në qoftë sepse ti vërtet e ke kuptuar që ke bërë një gabim. Dhe një gabim i tmerrshëm, që do të thënë ke fjetur me motrën e saj. Ti duhet të largohesh edhe ta mbyllësh këtu këtë histori. Edhe nëse ke ditë merret vesh, thjesht i kërkosh falje gruas tënde dhe Zotit. A nëse ti e vazhdon këtë gjë, me patjetër që Zoti një ditë do të dënon.